tyre, cila shumë shtetet e tyre pra të Europës nuk janë përgjigjur kësaj ftese, por do të ketë shumë tema që do të trajtohen, por normalisht duke parë edhe vetë liderin Trump i cili ndoshta nuk do të lejojë të trajtohen çdo gjë, por sipas dëshirës së tij, por temat kryesore janë ardhmja e NATO-s, fuqizimi i NATO-s, po ashtu edhe lufta Rusi-Ukrainë dhe lufta Amerikë-Iran, të cilat ndoshta pas këtij samiti pra ditën e nesërme në darkë ose pas nesërme mund të dalin në rezolutën përfundimtare ku edhe antarët e tjerë të NATO-s ose të Europës do të jenë shumë më afër Trumpit dhe Amerikës në dëshirën e tij që kishte për të mbrojtur në thojza angushtizën e Bosforit për të pasur sigurinë kalimit të anijeve me petrol. Përgjithësisht do të presim të shohim sepse është shumë e vështirë mesazhet që ka dhënë Trumpi, domethënë kanë qenë jo nga ato të egra të forta për ato, por gjithsesi është përgjigjur në komunikim me media së bashku me zotin Erdogan, ka qenë shumë pozitive, cila tha që një miku si Turqia, pra një aleat të fortë dhe një miku shumë të mirë siç është Erdogani, nuk duhet të heqim sankcione, se dihet që ka gati një dekadë që Amerika ka vendosur sankcione të fatsa Turqisë dhe këtë pritet që të hiqen dhe në njëjtën kohë kështu që Turqia do të fuqizohet qoftë në rajon, por edhe në umbrellën e NATO-s. Po gjithashtu pati një kërkesë edhe me heqjen e këtyre sankcioneve, zotri Brahaj. Trump e kërkon Greenlandën, teksa ja heq sankcionet Turqisë. Po, domethënë pjesë Trumpi ku erdhi tha do ta mbaroj luftën e Rusisë, do ta bëj këtë normalisht që dihet dhe